Kina është kërcënim për Tajvanin. Deklarata e dërguarit të Shteteve të Bashkuara Hegseth bën thirrje për rritje të shpenzimeve të mbrojtjes në Azi, si përgjigjet Pekini. Ministri amerikan i mbrojtjes, Pete Hegseth, e quajti Kinën kërcënim të menjëhershëm për Tajvanin, duke u bërë thirrje vendeve të Azisë të rrisin shpenzimet për mbrojtjen dhe të bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara për të parandaluar këtë luftë. Duke folur në forumin e Shari-La Dialog në Singapore, ai paralajmëroi se Pekini mund të ndërmarrë një ndërhyrje ushtarake në Tajvan, madje përpara vitit 2026, një datë që sipas zyrtarëve amerikanë besohet se është caktuar nga Xi Jinping si afat për përgatitjen e një pushtimi. Hegseth theksoi se SBA nuk synojnë luftë apo ndryshime me regjimin në Kinë dhe as të mbyt apo rrethojë vendin. Megjithatë, siç tha ai, SBA nuk do të lejojnë që të përjashtohet nga Azia apo që aleatët. Çdo përpjekje e Kinës komuniste për të pushtuar Tajvanin në forcë do të kishte pasojë katastrofike për Indo-Paqësorin dhe për botën. Nuk ka arsye të zbukurojmë situatën. Kërcënimi është real dhe mund të jetë i afërm, theksoi ai. Reagimi i Kinës ishte i ashpër. Ambasada e saj në Singapore quajti fjalimin e Hegseth plot provokime dhe nxitje dhe akuzoi zyrtarin amerikan se ka shpifur vazhdimisht ndaj Kinës dhe ka egzageruar rrezikun që sipas saj paraqet Kina. Në një postim në Facebook, ambasada tha se SBA janë faktori më i madh destabilizues për paqen dhe stabilitetin në rajon, duke përmendur dislokimin e armëve ofensive në detin e Kinës Jugore dhe misionet e vazhdueshme zbulimit amerikan në ishujt e shkëmbijtë që pretendohen nga Kina. SBA ofron sot për botën kryesisht pasiguri, thuhet në deklaratë, duke shtuar se autoritetet kineze i kanë dëgjuar deklaratat për paqe, po presin të shohin veprime konkrete. Vlen të përmendet se këtë vit Kina uli ndjeshëm pjesëmarrjen e saj në forumin e duke dërguar një delegacion me përfaqësues të ulët, duke anulluar pa shpjegim fjalimin e saj planifikuar për të dielën. Hegseth theksoi se parandalimi nuk është i lirë. U bëri thirrje vendeve aziatike të investojnë më shumë për mbrojtjen e tyre duke ndjekur shembullin e Evropës. Ai përmendi kërkesën e ish-presidentit amerikan Donald Trump që aleatët e NATO-s të rrisin shpenzimet për mbrojtjen me 5% të produktit të brendshëm bruto, se Hegseth e quajti këtë dashuri të ashpër, po dashuria i përmendi vende si Estonia tashmë po veprojnë në këtë drejtim, ndërsa të tjerë si Gjermania tregojnë gatishmëri për të ndjekur të njëjtën rrugë. Në përmbyllje, Kina aludoi se rritja e shpenzimeve amerikane mund të financohet përmes tarifave të vendosura ndaj vendeve të treta, në një tjetër koment thumbues për politikën tregtare të Trumpit.